Stuhia e Erës pushton Irakun mbi 1.000 njerëz me probleme në frymarrje. Më shumë se 1.000 qytetar irakian kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të problemeve me frymarrjen, pasi një stuhi masive rëre goditi pjesët qendrore dhe jugore të Irakut, duke ulur ndjeshëm dukshmërinë dhe paralizuar jetën publike në disa provinca. Zyrtarët shëndetësor në provincën Muthana raportuan të paktën 700 raste mbytje, ndërsa 250 raste të tjera u shënuan në Najaf me 322 pacient përfshirë fëmijë u trajtuan në provincën Diwania, ndërkohë 530 persona të tjerë raportuar simptoma të ngjashme në provincat Diqar dhe Basra. Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë qytete të tëra të mbuluara me mjergull të dendur në ngjyrë portokalli, ndërsa këmbësor dhe forca policie shihen me maska për të shmangur thithjen e plurit të dukshëm. Paramedikët janë vendosur në rrugë për të ndihmuar rastet urgjente, ndërprerje fluturimesh dhe mbyllje aeroportesh.